Para se me shku dhe të një atmosfere mrekullueshme, kaloj me të mbosh publikut tha më herët tek feja. Po. Në përgjithësi feja ja po hojrin kumbi shqiptar. Apo shirrin. Kumbi shqiptari ka rezistu përpjekjeve për të kriju identitet nëpërmjet fesë. Në kjo çdo ne jemi populli vetëm ndoshta që kemi arrit këtë, domethënë këtë gjë. Mbase mund të ketë tek tu klarë dojë tjetër, por nuk kam has. Jo, unë mendoj që jemi popull, edhe atë mendoj, jemi vetmi. Që kemi kriju identitet rreth gjërave që janë vërtet transishme në gjën themelore të qenies tonë, domethënë ato që ta ka përcaktuar Zoti. Zoti ta ka zgjedh ty, Zoti t'i zgjedh prindrit, dhe ta zgjedh popullin ku ti lind. Fen e zgjedh ti. Zoti kështu e ka përcaktuar. Unë jam njëri shumë vëzhgimtar edhe di që Zoti të zgjedh prindrit, ti nuk të pyetësh kon e ki babë dhe kon e ki nan, dhe nuk të pyet cilin popull ki me lind ti. Po për fen ta ka lënë ty. Ti e zgjedh vetë fen tonë. Pra Albatrosa guxojna me thonë që ata që e muin kumbin, dhe qisin fejën para kumbit, në një farë formë ata e muin fjalën e Zotit. Tash. Kjo është debat si te emisioni i ku ishte Laerti, e do mamin më shumë, e do babin më shumë. Jo, kjo është pyetje. Nuk Këtë pyetje ma kanë bërë në Këtë pyetje ma kanë bërë në Athinë kur sapo kisha përfaqësuar Greqinë në një festival ndërkombëtar dhe nga që u ktheva me çmimin e parë, edhe u ftova në prime time. Ora 9. Në fund, pothuajse në mbylljet e emisionit, gazetare shumë jashtëzakonisht të përgatitur, shumë e madhe. Më tha, tani përfundimisht Laerti tha na jep një përgjigje. Çfarë ndihesh më tepër, tha, grek apo shqiptar? Më thash, po më patjetër, i thash. Më thonë ju kur të shkoj në shtëpi këtë vras nga të dy. Edhe po japun përgjigjen, i thash. Aty u mbyll emisioni. Pra, që tashmë është marrë si shprehje është përkthyer mamin apo babin, këdo më shumë. Jo, unë e kisha një çik më makabre. Më thoni këtë vrasë, ju po më vini të zgjedh. Po, qëndrën e që thash pas më herët tonë? Pikërisht për këtë, po këtu doja të dilja se ajo për zgjedhja që thot Albatrosi, pra fen ta ka lënë në dorë ta zgjedhësh ti, mënyrën. Tani, ndoshta edhe mund të mërziten pak ata të ditë me këtë që do them, po nuk kam çfarë bëj, e vërtet është e vërtet. Unë vi nga një familje thellësisht, jam stërnipi egzarkut patriarkal të patriarkanës së Konstantinopojës, Hirsis Jerotheo Andoniaho. Ishte mitropoliti i parë i Korçës, ai që shuguroi dhe spot fanolin. Dhe pas kësaj, domethënë, ai e nxiti lëvizjen dhe u themelua kisha ato kefale shqiptare nga fanoli. Por shpeshherë ne ortodoksët kujtohemi për kishën vetëm kur janë Pashkët, Krishtlindjet, 15 gushën Maria apo katolikët që i thonë Ferragostoj. Kam ca miq të mi. Djem shumë të fortë besnik dhe të besës vërtet. Janë musliman. Po musliman të Zotit, jo musliman të rrymave ekstremiste, sepse ata nuk janë besimtar. Ata janë thjesht mercenar. Ata falen 5 herë në ditë. E një njeri që del para Perëndis 5 herë në ditë dhe i kërkon falje, ai është besimtar. Ai është besimtar i vërtet. Dhe do të kujtoj dhe atë të Gjergj Fishtës që do të thënë ne duhet mësojmë. Ne kujtojmë donjëherë kalojmë para kishës për shembull edhe e kanë zakon në Athinë që bëjnë kryqin, apo edhe në Itali e kanë zakon që e bëjnë këtë nga krau tjetër. Kur kalojmë para kishës, pastaj vazhdon muhabeti. Jo, ai ndalon çdo lloj aktiviteti dhe 5 herë fal namazin. Ai thoni kështu, fal namazin. Po. Ai është shumë advetar. Sepse ai fut hirin e Perëndis në përditshmërinë e tij 5 herë. Ku është ai? Në atë dheun e vetësh, në vendin e vet, në familjen e vet, në punën e vet, dhe fut Perëndin. Pra, në një farë mënyre ai e bekon atë vend të punës dhe atë dheun e vet. Dhe prandaj tha Gjergj Fishta që kur diskutoi do të shpallej
e meritonin shqiptarët që quheshin kombësi apo jo, sepse shumë nga fuqitë e mëdha thoshin që janë betjet e Anadollit, nuk janë komb. Atëherë Gjegjfishta tha, nëse ata, nga që jemi shumë pak të krishterë, dhe Europa ishte krishterë atëherë, në shumicën e saj, diskutonte të quheshim apo të mos quheshim, pra të bëj shtet apo të mos bëj shtet Shqipëria, dhe ata e kuptonin vetëm nga ana fetare kjo gjë. Atëherë Gjegjfishta doli dhe tha, në qoftë se rrezikohen, tha, vëllezërit tanë musliman nga besimi, sepse janë musliman, na takon ne të krishterëve, tha, të shkrim kryqet, të i bëjmë plumba, tha, dhe të mbrojmë ata vëllezër, tha, kundër atyre që s'duan të na japin, të na njohin si komb. Ky është fjalë. Bravo. Albatros? Dhe këtë kemi arrit vetëm ne, prandaj aty duhet. Këtë kemi arrit vetëm ne, do të thënë, të bos, më fal, mbarova, më fal, se tha Albatros, do të thënë, të tejkalojmë dasit fetare. Është e zakonshme. E diti që në Shqipëri, do të thënë, ne nuk dinim në Shqipëri, do të thënë, martesat ishin kështu, do martohet ta zëm filani me filanen. Kishim jo po ishte musliman, jo po katolik, jo po ishte ortodoks, jo po ishte bektashi. Pa martohu. Pa, se cili ka besimin e vetë. Në rilindja jonë kombëtare, edhe është mirë mja u rikujtu këtë gjona njerëzve, e ka jetësu një parim që është shumë themelor në çdo besim. Në traditën abrahamike. Tradita abrahamike, traditën e Ibrahimit, si thonë muslimanët, janë judaizmi, kristianizmi, islami. Të gjithë këta pretendojnë që vinë nga e njëjta shtëpi. Beslidhja e parë që është krijuar prej Abrahamit. Në trekëndshme brinde baraz larguara. Po. E tash, aty thuhet diçka. Njeriu në jetë ka tre vllazëri. Vllazëria e parë është vllazëria e gjakut. Familja, kombi yt. Kjo është zgjedhja direkt e Perëndisë së Zotit. Vllazëria e parë është kjo. Vllazëria e dytë është vllazëria në besim, por mbi këtë është një vllazëri tjetër edhe më e rëndësishme. Vllazëria në njerëzi, në njerëzillëk, në humanitet. Donë se ne të gjithë njerëzit jemi vëllezër. Donë këtë e do Perëndia për neve. E tash njerëzit cilët në emër të një ideologjie, sa edhe nëse merr kombin e trajton si ideologji, është e dëmshme, është nacionalizëm. Është gjë e dëmshme. Njeri duhet të jetë patriot, jo në kuptimin të urrësh të tjerët. Patrioti e do veten edhe si pengojnë të tjerët. Nacionalisti i urren të tjerët në vetvete urren edhe vetveten. Donë nëse shikojmë në doktrinë, kur shikojmë si ideologji. Dhe feja nëse merr si ideologji është e rrezikshme. Donë nuk duhet shikut njerëzve tash patjetër ti të shkëputësh njërin prej tjetrës. Si mund të thush tash ti Fanoli që ai nuk ka qenë krishter i mirë. Po ti thush tash Fanoli nuk ka qenë shqiptar i mirë.